إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut, dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Jemi në vargun e ligjëratave historitë e pejgamberëve në Kur'an, ku kemi fol në ligjëratat e fundit për Isën alayhi salam dhe mbaruam ngjarjen apo tregimin e Isës alayhi salam. Tash jemi tek pejgamberi I fundit, tek pejgamberi më I zgjedhur, tek pejgamberi më I dalluar, te vula e pejgamberëve Muhamedi alayhi salam. Shumica arabëve në një kohë të gjatë kanë pasue fejnë e Ismailit alayhis salam, fejnë e Ibrahimit alayhis salam. Shumica kanë qenë njësues të Allahut. Ata e besonin Allahun një. Kjo ka zgjat një kohë derisa kanë filluar mi harru njerëzit porosit të Ismailit alayhis salam dhe Ibrahimit alayhis salam. Kanë nis me haru fejnë e tëre. Pastaj kanë nis mi adhuru idhujt. Kanë nis mi adhuru statujat, kanë nis mi adhuru krijesat, duke haru krijuesin, duke haru Allahun subhanahu wa taala. Thuhet se Amr ibn Lihai ka shku një në Sham për tregti. Dhe I ka pato duke adhuru një put, duke adhuru një idhuj. Ma ka thënë kjo ka mirë. Pse do ne mos me marrë një idhuj? Edhe me çun Qabe, me çun Mekë. Edhe kështu ka veprua. E ka marrë një idhull në Sham, edhe ka çun Mekë, ka çun Qabe. Edhe I ka drejtuar njerëzit që na do të më adhuru këta. Edhe kështu ka nis adhurimin ndaj idhujve. Saqë idhuj kryesor kanë qenë Lati, ka qenë Menati, ka qenë Uzaja. Këto ka qenë idhujt kryesor që I kanë adhuruar idhujtarët e Mekës. Ka nis shumë u përhapën, sa që thua se në gjdo fes e ka pas idhullin e vetë, e ka pas putën e vetë që e ka adhuru krahas Allahut subhanahu wa taala. Ato e kanë njoftë Allahun, e kanë besuar Allahun, mirë po krahas Allahut kanë adhuru edhe idhuj tjerë, kanë adhuru edhe zotë të tjerë. Janë disa ceremoni, to që I kanë bërë idhujtarët e Mekës gjatë adhurimit të putave, gjatë adhurimit të idhujve. Ata I kanë nejtë në kam. I kanë nejtë në kam idhujve putave, që është një dukuri dhe të na, në shenjë nderimi, shkojnë tek varrezat edhe rinë në kam, 1 minutë heshtja për filan personin. Kjo nuk është prej islamit, kjo nuk është prej sunetit të pejgamberit alayhis salam, madje kjo është në kundërshtim me islamin, në kundërshtim me traditat e muslimanëve, me shku të naj personalitetit edhe 1 minutë heshtje. Për kanë? Për filan personin. Kjo është ndaluar. Rreth idhullit ato kanë bë tavaf. Kanë bë pelegrinim. Sikur se tash muslimanët që bëjnë tavaf rreth Qabës, ata kanë bë tavaf rreth Qabës, ato kanë bë tavaf rreth idhujve. Kjo ka qenë tradita e tyre. Para idhujve, para putave kanë thirrë kurban, me ndihmën e të cilët orvateshin t'i afroheshin shinjtërisë tina. Kanë thirrë kurban, jo në emër të Allahut, po në emër të idhujve.
A dihet se është ndaluar në Islam me hangër prej atij mishi që nuk është përmend emri i Allahut, që është bë bismillah. Është ndaluar me hangër prej atij mishi që e ka thërë dikush, i cili nuk është musliman. Pra, mishi halal është ai mishi i cili ka prej muslimani, i cili ka prej me bismillah, mirë pa Allah e ka cekë në Kur'an se lejohet edhe mishi i tharëve të librit, mishi i krishterëve dhe jahudive, është halal me hangër mishin e tyre. Thotë Allahu në Kur'an, mos e hani atë që kur është thërë nuk është përmendur emri i Allahut. Ajo më të vërtet është mëkat i madh. Është mëkat i madh me hangër prej mishit i cili nuk është halal. Origjina e Muhamedit alayhis salam edhe familjes së tij, Muhamedi alayhis salam ka qenë i biri Abdullahut. E ka pas baba Abdullahun, që Muhamedi alayhis salam nuk e ka mri babën e tij, se baba i tij ka vdek para se me lind Muhamedi alayhis salam. Ndërsa nana e tij ka qenë Eminja, nana e pejgamberit alayhis salam. Shkalla e parë e origjinës është Muhamedi, është i biri Abdullahut, i biri i Abdul Muttalibit, i biri i Hashimit, i biri i Abdul Menafit, ibn Kusajit, ibn Kilabit, edhe gjerit e Ibrahimi alayhis salam. Sa Arabët janë të njohur për gjetjen e rranjëve të tyre. I din rranjt, i biri, shumë breza e din. Ndërsa na e dina shumë pak breza. Pra familja e Muhamedit alayhis salam është e njohur si Hashimit, për shkak të gjyshit të tij Hashim ibn Abdul Menafit. Hashimi, kë ka mbikëqyr furnizimin e haxhilerëve në atë kohë, ju ka dhënë haxhilerëve ujë dhe ushqim. Gjithashtu, është i pari i cili i ka dhënë ushqim haxhilerëve, ju ka dhënë për shesh, që i thojnë na, bukë të grimcuar. Më i dalluari pejgamber Muhamedi alayhis salam është lind tek familja Banu Hashim, tek fisi Quraysh në Mekë, në mëngjesin e ditës së hanë, me 9 Rabiul Awwal, që i përgjigjet 20 apo 22 prill të vitit 579. Do të më ditna se kur ka lind Muhamedi alayhis salam, nuk stop e përmeni ka thënë Muhamedi alayhis salam, ndërsa nuk e dina historinë e tij, nuk e dina se kur ka lind. Vula gjithë pejgamberëve. Thotë se ka lind në vitin 571. Mirë, për datën nuk dihet data saktë se kur ka lind pejgamberi alayhis salam. Thotë se ka lind prill, 20 apo 22 prill. Mirë, po dietarët nuk janë të një mendimi. Saqë dietarët thonë se data e saktë kur ka lind Muhamedi alayhis salam nuk dihet. Nuk dihet saktësisht. Ibn Sa'di transmeton se nana e pejgamberit alayhis salam ka thonë se kur e kam lind Muhamedit alayhis salam, bashkë me të e kam lind një dritë të madhe që janë ndriçu pallatet e Shamit. Janë ndriçu pallatet e Shamit kur ka lind Muhamedi alayhis salam. Gjithashtu flitet se gjatë lindjes së Muhamedit alayhis salam ka ndodhur disa ngjarje të çuditshme në botë, të cilat kanë qenë parashenja për ardhjen e pejgamberit alayhis salam, për lindjen e Muhamedit alayhis salam. Kur Eminja e sjell në botë fëmijën Muhamedit alayhis salam, e thret gjyshin e tij, gjyshin e Muhamedit alayhis salam, për mia kumtu lajmin e gëzueshëm se ka lind Muhamedi. Ai plot gëzim e merr djalin nduar edhe e çon te çabja. Aty i lutet Allahut edhe e falenderon për nipin që ja ka dhënë. Aty edhe ja vendos emrin Muhammed. E që thuhet se ky emër deri atëherë s'ka qenë i njohur te arabët. Në ligjëratat e kaluara kena folur se edhe Muhamedi alayhis salam nuk i ka pas vetëm një emër, i ka pas emrin Muhammed, Ahmed, Mahmud. Muhamedi alayhis salam i ka pas disa emra. Arabët që jetonin në qytet e kishin për zakon që fëmijëve të posalindur mi au gjet një mëndesh, edhe mi dërgu në fshat, mi dërgu në shkretin, duke dëshiruar që fëmijët apo të posalindurit mi largu nga sëmundjet e qytetit. Fëmijët duhet të përkujdeseshin në herë të pastërt, të forcoheshin shpirtërisht
edhe të flisni gjuhën e pastër arabe. Se në Mekë kanë ardhur edhe njerëz prej vendeve tjera, ndërsa na përshkretina kanë jetuar vetëm venalit. E për me mësu fëmijët të posalindërit, kur të rritën, kur nisin me fol, me mësu gjuhën e pastër arabe, i kanë çuar në qytet, i kanë çuar në fshat, i kanë çuar në shkretin. Kështu edhe Abdul Mutalibi del me kërku një mëndesh, grua që jep gjithë fëmijës. Thot Ibn Ishaku, thot Halimja tregon se një ditë ishte nisur me burrin edhe me djalin e vogël, të cilin e kishte ende në gjin, me një grup grash nga fisi Banu Saad, por me kërku punë. Gratë e fshatit, gratë e shkretirës, kanë ardhur Mekë, kanë ardhur qytet, që me marrë fëmijë, si mëndesha, ato i kanë dhënë parë, këto i kanë marrë fëmijët dhe janë kujdes për fëmijët, i kanë dhënë gjithë fëmijës, i kanë rritë fëmijët, kështu kanë tradita asaj kohe. Dhe thot Ibn Ishaku, kjo ka ndodhur në një vit kur kishte pas thatësi, s'kishin pasur ushqim me bollok. Thot jemi nisur me një deve e cila për Zotin thot nuk jepte asnjë pikë qumsht. Askush prej nesh thot nuk ka fjet prej të qarit të fëmijës. Halimja bashkë me burrin e saj në 10.000 janë nis për në qytet, për në Mekë. Mirë për natën kur kanë ra me fjet me pushue, s'kan mujt me fjet qatë shumë që ka qajt fëmija, se s'ka pas. I ka thonë me pi gji, pa hangër pa pi edhe gjini s'ka tamël, kështu që s'ka mujt mungi fëmija dhe ka kajt të natën, s'ka mujt me fjet as Halimja, as burri prej të qajtërës të fëmijës. Kështu thot mbrin Mekë, i shikonin foshat e posalindura dhe çdo njerit prej neve na kanë ofru Resulullahu alayhi salam që me marr. Mirë po, Resulullahu alayhi salam ishte pa bab, ishte jetim. Këto kanë shku me marr ndaj fëmijë që mi dhan parë. E çish me marr Resulullahu, çish me marr Muhammedin alayhi salam, kur ai ishte jetim, s'kishte bab, kush ka mi dhan parë mëndeshës. Thot këtë na ofrojnë Resulullahun, këtë e refuzonin. Edhe po tregon Halimja se këtë gratë që shkuan me ta, këtë e gjetën ka një fëmijë me marr. Vetëm Halimja meti pa fëmijë. Edhe më në fund e zgjidhi me marr Resulullahun alayhi salam, se meti pas një fëmijë. Në fund e morr Muhammedin alayhi salam. Thot pasha Zotin, vajta mbrapa ta marr atë jetim. Vajta ta marr fëmijën vetëm për shkak se nuk gjeta tjetër, se nuk ka pas njet me marr Muhammedin alayhi salam. Pastaj thot kur e mora, e solla te karavani dhe vura në gji. Ka pi Muhammedi alayhi salam gji deri sa u ngi. Ky gruaja Halimja që nuk pat tamul hiç as fëmijës vetëm i dhanën, kur piti Muhammedi alayhi salam jarxhine, dhe që piti Muhammedi alayhi salam, po piti edhe fëmija i Halimës. Jarxhine Halimës. Kjo është mrekulli prej anës Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, këto kishin udhëtuar me një deve. Halimja me burrin edhe me fëmijën kishin shkuar në Mekë me një deve që ishte shumë e thatë. Nuk nxirte qumsht, sa konthacinë e madhe, s'ka pas çka me hangër. S'kan pas çka me hangër njerëzit lejpo mi dhan me hangër devës. Ajo devja që ishte ngadal, që ishte e thatë, u bë devja më e fuqishme. I hartamli edhe devës. Mrekulli prej anës Allahut. Edhe e morën Muhammedin alayhi salam dhe bashkë me devën u kthyn tek fisi Banu Saad, u kthyn në shkretir. Edhe gjatë udhës devja ke shumë ngadalt. Ndërsa deve tjera kanë më shpejta, pithojnë gratë njëna tjetrës, çonë me kullot devën që ati kush duke e qu Halimja me burrin e saj, na pse sa shpejt do ecën. A kjo ishte interesant. Kjo ishte mrekulli. Për shkak se e mor Halimja Muhammedin alayhi salam. Pastaj thot mbretëm në fshatin ton, thot nuk kam njohur tokë më thatë se kjo. Dele tona gjithë një thot ktheheshin të uritura në shtëpi. Pasi që e morën Muhammedin alayhi salam delet u kthenin jo të uritura por të ngopura. Toka nisi mu gjelbru për shkak të Muhammedit alayhi salam. Pi thot Barinjt po thojnë të mirët jo, pse nuk I kullotni thot delet atje ku kullosin
kopejt e bijës së Vehbit. Halimi ishte bija e Vehbit. I thonin, çoni aty ku ti çu Mikullot delët Halimja. Ato i çonin, u kthenin të ngopura. Se vetëm delët e Halimës, vetëm delët e Halimës ishin të plota, kishin qomsht, kishin bollok. Dhe kështu zgjati deri sa Muhamedi a.s. i mbushi 2 vjet. Najti të fisi Ben Osat, najti në fshat në Shkretir, edhe piti gji, dhe ishte në përkujdesin e Halimës, edhe familjes së sajna. Pasi që i banën 2 vjet, vendosën që më fëmijën me kthye. Me kthye të nana vetë tek Aminja. Nënës së tij thot i treguam se çfarë mbërësie kishim në shtëpi. Çfarë bereqeti kina pasur në shtëpi kur e kina marrë Muhamedit alayhis salam. Dhe i thash, sikur ta lishe tek ne edhe pak kohë që të forcohet edhe më shumë. Do të ishte më mirë me najt në Shkretin në fshat se sa në qytet. Thot kam frikë se do t'i bën keq ajri qytetit. Halimi ja vazhdon thot, as që kemi shpresuar, e Aminja më njëherë vendosmi që me marr fëmijën me veti. Me marr fëmijën me veti edhe me jetu në Shkretin, hala. Kështu që pejgamberi alayhis salam veti tek fisi Ben Usat deri në moshën 4 apo 5 vjeçare. Kur ka ndodhur një ngjarje, një nga mugjizat e pejgamberit alayhis salam, hapja apo pastrimi krahërorit të pejgamberit alayhis salam. Transmeton Muslimi hadithin e Enesit radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhis salam i erdhi Xhibrili deri sa i polunte me fëmijë. Ai e merr këta, e shtin për tokë, ja hap krahërorin deri tek zemra. Janë nxjerr zemrën jashtë dhe nga zemra e nxjerr një koagulim, një pikë si edhe thot, me këtë shejtani ka mujt mi bot dam. Edhe me këta, kur e dëgjoj këtë ngjarje Halimja, u frikua shumë, se çka ka ndodhur pejgamberit alayhis salam, çka ka ndodhur Muhamedit. Edhe vendosi që Muhamedi alayhis salam tash me kthyi tek nana e vet, tek Aminja. Pas ngjarjes të çuditshme, Halimja u frikua dhe kthej. Tek nana ishte gjët në moshën 6 vjeçare. Pra Muhamedi alayhis salam lindi jetem, lindi pa babë. Kur i kishte 6 vjet Muhamedi alayhis salam, i vdiq edhe nana e tij Aminja. Sprov pas sprove për Muhamedin alayhis salam, për familjen e tij. Muhamedi alayhis salam thot së bashku me djalin, shërbëtoren Ummu Ayman dhe me vjerën e vet nisën në rrugë 500 kilometra. Në udhëtim kalua 1 muaj dhe Aminja dobësohet shumë, sidomos gjatë kthimit. Edhe pse thot gjatë fillimit ishte këmbgulse, këto kishin shku me vizitu varin e burrit, varin e Muhamedit alayhis salam, varin e Abdullahut, edhe duke u kthy në një vend në mes të Mekës dhe Medinës, ndron jetë edhe nëna e pejgamberit alayhis salam Aminja. Kjo është sprova tjetër për pejgamberin alayhis salam. Edhe pse ishte i vogël pejgamberi alayhis salam, ishte 6 vjeçar. Mirpo, ajo është moshë, fëmia ka nevojë më shumë të përkujdesje për nanën. Abdul Muttalib tash kthehet me Muhamedit alayhis salam në Mekë. Të tëra ndjenjat e tij të mirësisë, të bujarisë dhe dashurisë ishin drejtuar nipit të tina. I kishte dek djali, i kishte dek reja, Abdul Muttalib dyshit. Tash ishte vetëm me nipin, ishte me Muhamedit alayhis salam. Gjyshi ishte më i mëshirshëm ndaj Muhamedit alayhis salam se sa ndaj djemve tina. A ka dish më shumë Muhamedit alayhis salam nipin se sa djemt. Thot Ibn Hishami, Abdul Muttalib e kishte një shilte të vet, ku ulte në qabe, në hijen e qabës, e djemt e tina ushin afër shiltës, kur kush ka guxu mul në shilte, përveç Muhamedit alayhis salam. Pra ka pas një vend të veçantë Muhamedi alayhis salam tek gjyshi i tij Abdul Muttalib. Pastaj ulte pran, ja lidhaton të shpinën me dorë dhe gëzohej për çdo gjë që bënte Muhamedi alayhis salam. Në moshën 8 vjeçare, kur ka pas Muhamedi alayhis salam 8 vjet, 2 muaj 10 ditë, pejgamberi alayhis salam e vump edhe gjyshin e tij. Është prova tjetër, mbeti edhe pa gjysh Muhamedi alayhis salam. E ky vdes në Mekë, duke dëshiruar që kujdesin ndaj nipit t'ia besonte xhaxhait të tij Abu Talibit.
i cili ishte vëllau i babait të pejgamberit alayhis salam nga baba dhe nga nana. Tash kujdesi, prej gjyshit po kalon tek xhaxhai, i cili do të kujdeset për pejgamberin alayhis salam deri në frymën e fundit. Derisa të ishte gjallë, Ebu Talibi ka më kujdes për Muhammedin alayhis salam, edhe pse nuk do ta pranon Islamin. Ebu Talibi e mori përsipër kujdesin e plot ndaj djalit të vëllaut, ndaj lipit. E radhitin mesin e djemve të vetë, se ka dao prej djemve. Dhe atyre u ala emanet, dhe posaçërisht kërkoi mirësi dhe nderim të ndërcjell. Ebu Talibi, unë gjiti e favorizoi Muhammedin alayhis salam mbi 40 vjet. Ka qenë për krahjen e Muhammedit alayhis salam. Duke ja dedikuar mbrojtjen atina, edhe për shkak të tina lidhte miqësi, edhe lidhte u bënte armik me njerëzit për shkak të Muhammedit alayhis salam. Për çka do të bëhej fjalë? Kur Muhammedi alayhis salam i mbushi 12 vjet, e sipas disave, edhe 2 muaj e 10 ditë, Ebu Talibi e mori me veti Muhammedin alayhis salam në një udhëtim tregtie për në Sham. Dihet se populli i Mekës, populli i asaj zone, toka e Mekës nuk ka qenë edhe nuk është tokë bujqësore. Çush e kanë fituar ato dinarin? Ato e kanë fituar duke bërë tregti. Kanë shku në Yemen, kanë shku në Sham, kanë dërguar diçka, kanë marrë diçka, kështu kanë bërë tregti, edhe kështu e kanë mbajtur vetën e tyre. Gjatë udhëtimit për në Sham, u ndalën në Basra për të pushuar. Basra gjendet në Irakun e sotshëm. Atë botë Basra ishte një vend tregtar dhe kryeqyteti i trevave arabe që ishin në sundimin e romakëve. Në këtë qytet jetonte një prift i quajtur Behira, apo Gërgës, apo Gjirgjës. Kur karavani tregtar arriti në qytet, ai i doli përpara karavanit tregtar, ku ishte Muhammedi alayhis salam, ku ishte xhaxhai i tina, i doli përpara dhe i ftoi në gosti. Edhe pse i shihte për herë të parë, ky më njëherë njohu Muhammedin alayhis salam për shkak të veçorive që i kishte Muhammedi alayhis salam. Për shkak të veçorive të shpallura në librin e mëparshëm, se na cekëm kur kemi fol për Isa alayhis salam, se në Injil Allahu ka thënë në Kur'an se në librat e mëparshëm është se do të vijë një pejgamber pas Isa alayhis salam, pra do të vijë Muhammedi alayhis salam. Dhe ato i kanë ditë shenjat, i kanë ditë veçoritë atij pejgamberit që do të vijë pas Isa alayhis salam. Mirë po, kemi thënë se krishterët të kësaj kohe nuk e pranojnë këta. Nuk e pranojnë Muhammedin alayhis salam si pejgamber. Ai e mori djaloshin për dorë dhe tha, ky do të jetë pejgamberi i tërë botës. Këta Allahu do ta dërgoj si mëshirë për të gjithë njerëzimin. Ebu Talibi po thotë si e din ti këta? Ti ka përdin se ky ka më kon pejgamber. Ka më kon njeri i zgjedhur i Allahut. Ai u përgjigj. Kur vështronit ka akabeja, nuk mbeti asnjë gur, asnjë bim, as nis pa bërë sejdë. Kurse ata nuk i bëjnë sejdë as kujt tjetër përveç se pejgamberit. Thotë unë e njoha këta. Unë e njoha këtë djaloshin nga vula e pejgamberllokut, sipas në nishanit që ka pas pejgamberi alayhis salam në shpatull, që ka pas në shpatull pejgamberi alayhis salam. Unë thot për këtë kam dëgjuar në shpalljet tona, se kam marrë një pejgamber. Pastaj e luti Ebu Talibin që mos shkojë në Sham, se si shkojsh në Sham me këta, ato kanë me njoft Muhammedin alayhis salam dhe kanë me vra. Tha hebrejt kanë me vra Muhammedin alayhis salam dhe këshilloi që mos me shku në Sham. Edhe kështu veproi Ebu Talibi, e mori nipin e tina dhe u kthye prapë në Mekë duke mos shku në Sham, prej frikës se mos ta dëmtojë dikush Muhammedin alayhis salam, mos ta dëmtojë dikush nipin e tina. Muhammedi alayhis salam në rini nuk ishte ndonjë punë të caktuar, apo profesion. Tradita e shënon se ai ishte bari i deleve të fisit Banu Sad dhe banorëve të Mekës. I ka rujt delet pejgamberi alayhis salam kur ishte në moshën e rinis. Në moshën 25 vjeçare shkon në Sham si tregtar me mallin e tregtarës së njohur mekase Hatijës radhiyallahu anha. Thot Ibn Isaku shënon se Hatijja
e bia e Huvejlidit, ka qenë tregtare e njohur dhe tregtare e ndershme. Ajo i punson të tregtarët, të cilët punonin me pasurinë e sajna. I pagunte njerëzit Hatixha radiallahu anha, i pagunte, ja jepte mallin që me shkura për vende tjera, edhe më jashit mallin e sajna. Ishte tregtare e njohur Hatixha radiallahu anha. Kur po dëgjon Hatixha për pejgamberin alayhis salam, posaçërisht është i sinqert, i besueshëm dhe me sjellje fisnike, i dërgon njerëzit që më thirr Muhamedit alayhis salam. E kur i paraqitet asajna, ajo i ofron të kujdeset për tregtinë e saj në Sham. Ja dhon mallin Muhamedit alayhis salam dhe më shku Muhamedi alayhis salam ja shit mallin e Hatixhës në Sham. Më shku me bë tregti me mallin e Hatixhës. Edhe pi thot se për këta do të jetë i shpërblyer më shumë se sa të tjerët. Gjithashtu me të ka më dërguar edhe shërbysin e saj në Mejserin. Muhamedi alayhis salam e pranon këtë ofertë. Edhe me njëherë niset me Mejserin edhe karavanin për në Sham. Kur u kthi pejgamberi alayhis salam prej Shamit, Hatixha radiallahu anha u çudet, u befasua me suksesin që kishte pas pejgamberi alayhis salam në Sham. Kishte bërë tregti mirë, kishte fitu mirë. E Mejseri, shërbetori i Hatixhës, i tregon për bujarin edhe për fisnikërinë e pejgamberit alayhis salam dhe i thot se ka qenë një nga shkaqet e fitimit të madh. Prej shkaqeve që kena fituar shumë këta shërbetori, ka qenë ky njeri. Ka qenë Muhamedi alayhis salam. Hatixha njëkohësisht ishte e kënaqur dhe e befasuar. Hatixha ishte e vejtë. Dhe gjërat e tjera kishin kërkuar shumë pasanik të asaj kohe. Hatixha ka qenë shumë e pasur. Ka qenë tregtare e njohur asaj kohe, e ka lip shumë burra. Mirë, po s'ka pranuar Hatixha radiallahu anha mu martua. Ajo i kishte refuzuar shumë, sepse dëshironte që më përkushtu tregtisë. Por ato që ndjeu ndaj pejgamberit alayhis salam nuk ka mund mja fsheh shoqës së saj Nefises. Bijesa me njetit. Nefisa ja nuk heshti, por drejt për drejt shkoi tek pejgamberi alayhis salam dhe i tha haptazi që mu martu me Hatixhën. Ai u pajtua me këta minjare. Ai Muhamedi alayhis salam bisedoi me xhaxhallarët, të cilët pajtohen edhe me anë të ungjit Hatixhës e fejojnë Muhamedin alayhis salam. Dhe pas një kohë të shkurt, pas fejesës u bë dhe martesa, nuk e ceka. Hatixha radiallahu anha ka qenë 2 herë martuar para se u martu me Muhamedin alayhis salam. Mirë, po pasi që ka qenë martuar 2 herë dhe është nda po i kanë dek burrat, ka qenë tregtari, është përkushtuar tregtisë. E kanë lut burra të ndryshëm, por s'ka pranuar. Kur e ka pa Muhamedin alayhis salam dhe sinqeritetin e pejgamberit alayhis salam, e ka pëlqyer pejgamberin alayhis salam dhe ka shpreh dëshirën që mu martu me ta. Hatixha radiallahu anha ka qenë në moshën 45 apo 50 vjeçare, ndërsa Muhamedi alayhis salam ka qenë në moshën 25 vjeçare. Jo muslimant, apo ata të cilët mundohen me luftu Islamin apo muslimant, akuzojnë Muhamedin alayhis salam se ka qenë epsharak. E njeriu epsharak nuk e merr për grua një person që është 20 apo 30 vjet më e madhe apo më e moshuar. Muhamedi alayhis salam ishte në lule të rinis, në moshën 25 vjeçare, ndërsa e mor Hatixhën, e cila ishte shumë e vjetër se pejgamberi alayhis salam. E Hatixha i ka lind të gjithë fëmijët e pejgamberit alayhis salam, përveç Ibrahimit. Më së pari u lind Kasimi, për shkak pejgamberi alayhis salam i ka pas në ofër Abu Qasim. Pastaj është lind Zejnebja dhe Rukia, mandej ka lind edhe Umu Kulthumi dhe Fatimja, pastaj ka lind djali i tij Abdullahu, të cilën e kanë quajtur i miri apo i pastërti. Djamt i kanë dek pejgamberit alayhis salam në djalëri, kurse të gjitha vajzat e kanë pranuar Islamin dhe e kanë arrit Islamin. Të gjithë fëmijët i kanë dek pejgamberit alayhis salam përveç njënit. Para në sa kanë gjallë pejgamberi alayhis salam, krejt fëmijët i kanë dekën përveç njënit. Përveç njërës në fakt, Fatimja radiallahu anha ka dek pas pejgamberit alayhis salam, këtë fëmijët
I kanë ndek pejgamberit alayhis salam sa kanë gjatë pejgamberit alayhis salam. Por jo një fëmijë, jo 2, jo 3. 6 fëmijë kanë ndek pejgamberit alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salam ka qenë bradër që ka bë sabër dhe ka bë dorëm për hir të Allahut. Pastaj është ngjarja e ndërtimit apo rindërtimit të Qabës dhe ndodhia e gjykimit. Kur Muhamedi alayhis salam ishte 35 vjeç, kur kurajshitët vendosën që më ndërtu Qabën apo më rindërtu Qabën, se në atë kohë kishte ndodhur një vërçem, një digë e asaj kohë e cila ishte prish dhe kishte marrë ujë Qabën. Saqë Qabja ishte shemb dhe kishin vendosur që me bërë rindërtimin e Qabës, por prej pasurisë e cila ka qenë halal, jo prej pasurisë së rushfetit, jo prej kamatës, jo prej të hollave të vjedhura, jo prej të hollave të plaçitura. Ata frikoheshin që mirëzon mbetërinat ekzistuese të Qabës. E këta e filloi Walid ibn Mughira al-Mahzumi, e pastaj të tjerët pas tina, ajo që kishte mbet prej Qabës, e rrezon këtë, edhe e ndërtuan prej fillimi. Ndërtuan që aty ku e kishte ndërtu Ibrahimi alayhis salam. Ndërtuan Qabën, edhe erdhë koha vendosja gurit të zi. Nisën mos pajtime, se kush ka me pas nderin me vendos gurin e zi. 4-5 ditë patën mos pajtime, sa që këtu arë puna deri, luft midis fiseve, se cili fis ka me vendos gurin e zi. Edhe një njeri menqër, tha, pas këtij mos pajtimi të madh, tha kush ka më çështje i pari, ai ka me vendos gurin e zi. Edhe ai ka me vendos se kush do ta vendos gurin e zi. Kur po hen Muhamedi alayhis salam, edhe këtë po brarosin Elamin, i besueshmi, para mua e kanë konsideru njeriu më të besueshëm Muhamedit alayhis salam. Pas shpallës kur ka ardhur shpalla pejgamberit alayhis salam, ka qenë njeriu më i keq për ata. Në fillim ka qenë i besueshëm. Kur pejgamberi alayhis salam tha birrën një pëlhur, e vendosën në pëlhur, e vendosën gurin e zi, edhe i tha këtë kretarët e fisave, tha, gjithë janë ju këtë kanë prej një kandit pëlhurës, edhe mor pejgamberi alayhis salam dhe prej pëlhurës e vendosi gurin e zi në Qabë, dhe kështu e ndali një luft apo një gjakderdhje që ka pas me ndodhë, se nisën mu përlata, nisën mu kasafit, sa që këtu arrit puna që edhe mu vra. Muhamedi alayhis salam që në rinjin e tina ka qenë i prirur me virtyte më të mirat që mund mi posedu njerëzit. Ka pasur një koeficient të lartë inteligjencë që është shprehur në çdo lëvizje të tij, në çdo punë të tina. Nuk ka pasur dëshirë që të fliste shumë. S'ka fol shumë pejgamberi alayhis salam, por kur ka fol fjalë me vlerë. Çka thon pejgamberi alayhis salam? Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, ose le të flet mirë, ose le të hesht, se për gjuhën njeriu do të merret në llogari. Gjuha mund të më çti në xhenet, gjuha mund të më shti në xhenem. E kishte ëndje vetmimin, veçimin, që e praktikonte në momentet e meditimit dhe hulumtimit për drejtësi, dhe për të gjitha ata gjëra që janë të arritshme për mendjen. Ai meditonte për natyrën, për bukuritë e saj, apo ligjet e natyrës, meditonte rreth krijimtarisë së Allahut subhanahu wa taala. Ibn Jathiri rëfen se Muhamedi alayhis salam ka thënë: kur nuk kam qenë interesuar të bëj ata që e kanë bë arabët para islamik, arabët në kohën e ignorancës, përveç në 2 raste, edhe në të 2 rastet të më harujt Allahu subhanahu wa taala. Thot, pastaj kjo nuk më ka ndodhur gjë në fillim të shpalljes me të cilën Allahu më ka nderuar. Një mbrëmje, thot, i thash një djaloshi që t'i runte delet për mua, edhe unë shkoj në aheng në qytet, sikur se djalimoshat e tjerë. Thot, unë isa, edhe kur mbërita tek shtëpia e parë në Mekë, thot, dëgjova muzikë dhe pyeta se çka është kjo. Ata ju përgjigjen se janë duke u martu 2-3, e unë ula, thot, me dëgju muzikë. E Allahu mi mbylli vesh. Dhe unë fjeta, edhe mdull gjumi prej nxehtit diellit,
prej rrezave të diellit ndulgjume. Këshira Allahu se halal me dëgju muzik pejgamberin alayhi salam. A ka prej njerëzve këtë kohë që thonë se muzika është halal, muzika nuk është haram. A muzikën e ka ndalu Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, në surën Luqman. E ka ndalu pejgamberi alayhi salam në hadith. Ndërsa akoma ka prej dietarëve, prej hoxhallarëve që thonë se muzika është e lejuar. A muzika është prej gjunaheve që përveç se o gjuna, po mund me shti edhe në gjuna e tjera. Edhe kështu, Allahu subhanu wa ta'ala e pështoj Muhammedin a.s. prej haramit, prej dëgjimit të muzikës. Edhe kështu thot veprova dhe natën e dytë, thot veprova kështu shkova aty në hang, mirë po Allahu veproj prapë njëjtë me Muhammedin a.s. me mbylli vesht, edhe nuk e la me ndëgju haram pejgamberin a.s. Muhamedi alayhis salam u shuar në fisin e tij me gjuhë të bukur, me sjellje të mirë, me virtyte të larta. Çish ka thon Aisha radhiyallahu anha se Muhamedi alayhis salam ka qenë Kurani gjallë. Morali pejgamberit alayhis salam ka qenë Kurani. Morali pejgamberit alayhis salam ka qenë Kurani, se pejgamberi alayhis salam ka qenë Kurani gjallë që ka ecë në sipërfaqen e tokës. Ka qenë i pari e cili pejgamberi alayhis salam ka qenë i pari i cili e ka praktiku Kur'anin, ka punu me Kur'an, ka vepru me Kur'an, edhe është bazuar në Kur'an fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot Hatija radhiyallahu anha, thot bart për sosmëri, e përfiton ngushton të humburin, e gostit musafirin, dhe ndihmon në brenga. Ky ishte Muhamedi alayhi salam. Dhe kjo ishte pjesa e parë e ligjëratës për pejgamberin alayhi salam, për vulën e pejgamberëve, për njeriu më zgjedhur të njerëzimit, për Muhammedin alayhi salam. Allahu ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.